dhe Partia Socialiste dhe antarët e Këshillit të Ministrave dhe deputetët aktual, po edhe ata të cilët janë ftuar disa herë të votojnë rezolut, mbushni sa të doni sheshet, po kur nuk votuat rezolutën kundër Serbicë, jeni aleatë dhe dashnor me Vučićin dhe Serbinë. Ky është fakt konkret. Avokat, ndalemi pak te njerëzit besnik të Edi Ramës, të cilët po firojnë apo të themi po zhduken një nga një. Përmendim këtu drejtorin e komunikimit Endri Fuga dhe më pas dorëheqjen që dha më vonë edhe shefja e kabinetit të tij Vali Bishga, ndërkohë nga ana tjetër Ëngjëlla Gaçi herë shfaqet, herë zhduket. Si qëndron e vërteta sipas jush, çfarë po ndodh me besnikët e Edi Ramës që po I firojnë një nga një? Atëre duhet kuptojmë diçka, që njerëzit mos të mendojnë që ne po bëjmë një luftë ndaj Zotit Rama, sepse ne nuk bëjmë luftë, dhe ne nuk është se themi ndaj Zotit Rama që më fal ti pas ke marrë gjithë burgu me vete edhe përtej politikës. Por ne I themi Zotit Rama që është shumë e çuditshme që të gjithë këta të ikin çuditërisht dhe pas një kohe të gjatë për shkak të zvarritjes së dosjes nga prokurorët të pavarur, të paanshëm, apolitik, jo militant, e kupton? Dovud Dumani dhe këto me radhë, e kupton? Ty të përfundojnë në SPAK. Tani është shumë e çuditshme. O I këshillon dhe I vendos në linjën se si të bën të fort duke vjedhur, pra ky ka të bëjë me një frymëzim, o të ikin për shkak se argjuan kaq shumë material duke të këshilluar. Por në të dyja rastet në kupton që ju ti ke dëgjuar, pra I ke dëgjuar këta që I ke aty, apo thjesht I ke mbajtur si në anën e përdorimit, pra do të thotë vetëm I ke përdorur ti sepse ata të kanë dëgjuar. Por në të dyja kushtet, ose të kanë dëgjuar, ose I ke dëgjuar, ekziston forma e bashkëpunimit. Po, sepse janë këshilltarët e tu. Tani, ti kur merr këshilltar, ose kur merr sekretar, do të thotë që ka një komunikim, si nga ana e të dëgjuarit, ashtu edhe nga ana e të zbatuarit. Pra, ekziston forma e bashkëpunimit. Pra, bashkëpunimi thjesht ekziston. A do të bëhet ky bashkëpunim më I fort në kuptimin procedurial penal, që është në grup të strukturuar në formën e duhur, që të përfshihet në kompetencën e SPAK-ut, kjo është gjithmonë në varësi të kryeministrit. Pse? I 20 shenjtorë që janë në SPAK, të lutem mos më ngacmo, janë 20 shenjtorë. Ne jemi djalli, ata janë shenjtorë. Por kanë frikë se kur zbresi Zoti, do na tregoj që I nuk janë shenjtorë, janë diçka tjetër, por në një moment kur të zbresi Zoti, do bëj pastrimin e dur dhe do të nxjerrë transparencën e dur. A janë shenjtor apo janë djalli? Hapim temë tjetër tani dhe mos merremi fare me këto gjëra se nuk na hyn punë, se fusim edhe Zotin në mes. Po tani e lemi një anë. Por gjithmonë do dalin një ditë Zoti, do dalë dhe do t'i pastrojë të gjitha ashtu siç është e vërteta, pra do zbardhë të vërtetën në kuptimin e pastrimit. Dhe duke qenë se këta ikin, atëherë zgjohet elementi hetues, SPAK-u, dhe thot, sipas një letre A4, që është kjo, është e bardhë. E dini pse është e bardhë? Por kjo në brendësinë e sajt, brenda, ka shkronja. Dhe ato shkronja, ose më mirë, atë shkrim në këtë përmbajtje të A4 e ka shkruar vetë Edi Rama. Por çfarë bën prokurori shenjtor I SPAK-ut? Me stilolapsin e tij, nuk e merr nga ana ku shkruhet, por janë disa stilolaps të cilët vetëm hapin si tip një drite dhe ai e lexon në mënyrë sekrete se çfarë ka përmbushur kryeministri në këtë letër, se si duhet të jetë manuali dhe linja e arrestimit, ndalimit, procedimit, hetimit të njerëzve që për Ramën
hajnë diçka brapa kraut të ti. Por çfarë ndodh? Rama përcjell A4-ën te Spaku dhe çdo prokuror nga këta shenjtorët e hap atë dhe shikon në mënyrë sekrete kush e ka rrallën. Pra, pse ndodh kjo gjë? Dhe unë do analizoj pikrisht pse ndodh nga ana ligjore tani, jo politike. Pse? Sepse dikush do më thot, jo, ti e qeni Saliut, jo, unë nuk e pranoj, po unë në ana ligjore do t'ju analizoj pse Spaku punon kështu. Sepse pikrisht në 2017 filloi që Spaku u ofrua dhe u vendos në shërbimin e Edi Ramës. E mbani ju mend nderuar se si u emërua zonja Arta Marku kryeprokurore e përgjithshme në 2017 me 69 vota në shkeljet të kushtetutës, ku në nenin 179 të sajt, paragrafi 13 e thot që kryeprokurori i përgjithshëm do bëhet votimi nga antarët e kuvendit me 2/3, që nënkupton 2/3 nga përbërja e parlamentit me 140 deputet. Sa duhet të kishin votuar Arta Markun? 94, po janë 2/3. Pra, 94 deputet duhet të kishin votuar emërimin e zonjës Arta Marku, e cila do të krijonte me ligjin e 2017-s dhe në emërimin e parë pas reformës në drejtësi, antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që do të emëronin antarët e Spakut në të ardhmen. Dhe do të bënte verifikimin, filtrimin dhe të gjitha këto. Po të mbetemi te njerëzit e Edi Ramës. Po prit, sepse dëgjoj, ne tham sekretin, pra është A4. Dhe po të përmbajtjen e A4-s, po them se si nisi kontrolli asaj që themi që vendos aty stilolaps në ai dhe shikon me mënyrë sekrete se si ja ka vendos Rama emrat, e kupton? Rama vendos edhe emrat publik, s'ka nevojë të jenë kështu. E peça ndodhi rasti një biznesmeni. Kështu fillon Spaku, ngadalë, po përtej, pra tek godina e kryeministrisë edhe jashtë, saj brenda, po jo tek kupola, e kupton? Dhe duke qenë në këtë kushte, çfarë ju them? Që kryeprokurori u nisi gjitha kjo skem, që kur kryeprokurori ishte i kontrollueshëm, që nuk u votua ashtu, formulimi dhe formimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që pastaj vim te Spaku dhe pastaj vim te institucionet e tjera, na kuptojnë që receta për t'u larguar këto individ është e qartë, që ata kanë ikur për shkak se kanë kuptuar me vonesë që Rama i ka kapur të gjitha dhe i ka përdorur edhe ata dhe i ka vendosur dhe ata në presion. Pse? Sepse ata fillimisht thoshin japun gropën tjetër, po, rat vet. Pra, e kupton? Pra, kjo është gjithë situata. Edhe vetë Spaku i ka hap vetë gropës vetes, po nuk e kuptojnë, pra daj themin e në fund fare, Zoti do zbresi edhe do të bëj atë transparencën e duhur, zbardhjen e së vërtetës. Sepse gropën mund t'ja hapësh tjetrit, ai të bie brenda, ti normalisht qesh, bën çfarë të doj shpirti, por një ditë bie edhe vet. Kështu ishte edhe puna edhe Hitlerit, ai e dinte të vërtetën dhe në fund fare mori vendimarrjen.